Producentja e Big Brother VIP Kosova 3, Olsa Muhameti, ka folur rreth ish-banorët të asaj shtëpie Gjestit. Topit I ka rënë një gjysmë bombe në dorë. Nëse do të isha unë në produksion dhe do më kishte rënë Gjesti kështu, unë do ta shpallja me dojë mos fitues, sepse kam publikun e Kosovës, sepse mund t'i kem bërë kontrakt premtuar ethe. Por, e kuptoj që Gjesti nuk mund ta fitojë dot Big Brother VIP Albania për shumë arsye, tha ajo. Sipas saj, Gjesti nuk ka vota nga publiku, por vetëm një bazë fansash, kryesisht adoleshent. Unë e njoh shumë mirë Gjestin. Nëse të tjerët nuk I njoh, atë e njoh, sepse e kam pasur produktimin. Ne e kemi nxjerrë dhe në këtë pikë, edhe nëse bashkohen votat, produksioni nuk mund të bëjë asgjë. Nuk e di kë duan të nxjerrin fitues, por Gjesti nuk ka vota. Ai mund të ketë një bazë fansash adoleshentësh, por edhe ata nuk janë agresiv. Muhameti shtoi se votimi është I mbikëqyrur nga kompania MM dhe se produksioni nuk ka ndikim të drejtë për drejtë mbi rezultatin. Kjo është logjika që ndjek produksioni, por jam e bindur që edhe produksioni I Shqipërisë ndjek mesazhet e votimin, sepse nuk ta lejon kompania MM. Ajo nuk kërkon të di se sa mesazhe kanë ardhur, por vetëm kodin e votimit, tek I cili nuk mundesha të hyja asun. Big Brother I Kosovës dhe Shqipërisë nuk mund të veprojë sipas dëshirës, por mund të bëjë vetëm lëvizje shumë të vogla, përfundoi ajo. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!